Drejtori i postës së Vlorës Shkëlqim Rama ka dhënë dorëheqjen nga posti që mbante prej gati 4 vitesh. Vendimi i tij është komunikuar paraprakisht me drejtorin e ri të postës shqiptare, Etien Xhafa, të cilit Rama i ka bërë të ditur arsyet që e çuan në largimin e menjëhershëm. Burimet të televizionit 6+1 Vlora bëjnë me dije se shkaku kryesor i dorëheqjes lidhet me mosdakortësinë e Ramës për nivelin e pagave të punonjësve të postës në Vlorë. Sipas informacioneve, ai ka kundërshtuar faktin që pagat vazhdojnë të mbeten nën minimumin jetik, ndonse posta shqiptare, si shoqëri aksionere, ofron një gamë të gjerë shërbimesh dhe zotron potencial financiar për rritje të shpërblimeve. Rama mësohet se ka kërkuar prej kohësh që të bëhet ndërhyrje në skemën e pagave, duke argumentuar se larmishmëria e shërbimeve dhe volumi i punës nuk reflektohen në vlerësimin financiar të punonjësve. Mos pajtimet e vazhdueshme lidhur me këtë çështje dyshohet se kanë qenë arsyeja kryesore që është shtyur drejt dorëheqjes. Gjatë drejtimit të tij 4 vjeçar, Shkëlqim Rama njihet për rezultate të dukshme në përmirësimin e shërbimeve postare në rrethin e Vlorës, si dhe në rritjen e eficiencës së disa proceseve të brendshme. Ai ka mbajtur me errët edhe detyrën e nënkryetarit të Bashkisë së Vlorës, ndërsa mësohet se pritet të angazhohet së shpejti në një tjetër funksion publik. Ndërkaq detyrën e drejtueses së komanduar të postës në Vlorë do ta marrë Genarda Saka, e cila do të qëndrojë në këtë pozicion deri në emërimin e drejtorit të ri. Kujtojmë këtu se Shkëlqim Rama zvendësoi në detyrën e drejtorit të postës në Vlorë, Vullnet Bilbilajn, i cili qëndroi për gati 5 vite në këtë detyrë si drejtori më i gjatë i këtij institucioni.